Mos haro, në momentin që ti ndryshon rolin tënd nga i zënë me çdo detaj në ndërtues sistemi, biznesi yt kalon nga survival mode, nga mbijetesa në rritje të qëndrueshme. Tani ti mendon, kam këtë njësim pas çdo trajnimi, kemi pak fjalë të bukura, kemi çik energji pozitive dhe por shiko, nuk kam besim tek vetja. Nuk kam disiplinë. Kam tentuar disa herë, kam provuar edhe më parë, kam bërë trajnime, kam marrë këshilla, kam investuar dhe sërish gjërat nuk ndryshuan. A është kështu apo jo? A ke provuar më parë trajnime biznesi? Ke paguar shumë marramëndse dhe nuk ka ndodhur asnjë ndryshim në biznesin tënd? Nëse kjo është e vërtet, shkruaj e vërtet. Kur e humbe besimin tek vetja? Kur punove si çmendur aty dhe s'patë rezultatet që prisje, kur zgjeroje biznesin dhe nuk u zgjerua, kur bëre çdo gjë që të thanë dhe sërish ngele në pikën zero, kujdes, po e thua gabim. Konkluzionet, ti i ke gabim. Ti nuk ke humbur besimin tek vetja, por ti ke humbur besimin tek mënyra se si po e luan lojën. Nuk je ti problemi, por strategjia jote është problemi. Pra, le ta përmbledhim shkurt. Nuk është që nuk kam besim tek vetja, e sakta është që jam lodhur duke ndjekur metoda që nuk funksionojnë. Dhe tani kam nevojë për një mënyrë të re. Kjo është e vërteta. Besimi tek vetja nuk zhduket, ai thjesht mbytet nga frustrimi. Nuk është mungesë vullneti, është mbi dozë përpjekjesh pa sistem. Sa më shumë ti përpiqesh pa qartësi, pa pasur atë qartësinë, aq më shumë i thua vetes, ore shikon, ndoshta s'jam unë problemi. Mos ndoshta loja është e manipuluar? Apo e luaj lojën pa një manual të personalizuar për biznesin tim? Gjeje pak. Ti nuk je lojtari i dobët, thjesht ke pasur trajnerin e duhur. Ndalo fajsimin e vetes, ndalo tuash lojën pa plan, është old school, ndalo të kërkosh më shumë motivim, kur të duhet një strategji ndryshe. Besimi rikthehet vetëm kur veprimi sjell ca rezultate. Dhe veprimi jep rezultat kur veprimi është i drejtë. Pra, ky është leksioni numër 2. Mbaj shënim, nuk je ti problemi. Problemi është sistemi me të cilin po luan lojën, është sistemi i vjetruar. Është sistem old school. Ndalo së fajsuar i veten, ndalo së punuar i fort pa drejtim. Mos kërko më shumë motivim, kërkon një sistem që funksionon. Roli ju duhet të jesh të ndërtosh sistemi dhe të zgjerosh tregun, të zgjerosh ndikimin, të kesh më tepër ndikim në tregun ku ti po vepron aktualisht. Jemi dakord deri këtu apo jo? Nëse kjo rezonon për ty, shkruaj po.